në çdo kohë dhe në çdo vend, në çdo situatë, është e kërkuar për neve që ne të pendohemi tek Allahu Azza wa Jall. Mirë po, këtu janë ditë që Allah më shumë t'i dënë. Ta bini shembull. Nëse dikujt i ke një hak, normalisht, kur do që të shkojsh me kërku falje, është fisnike, është e mirë, është burnore, mirë po, në qoftë se ati i ka lind atë ditë një fëmijë që 20 ditë s'ka pas fëmijë. Çfarë gëzimi ka njëri? Ka gëzim të madh atë. Por e çat ditë, çat gëzim të madh, e ka ditë të madhe, çat ditë i thosh, jo më me ta u përhajë me të kërku halal. A është kë më e madhe këtë ditë dhe më i gatshëm ta fal, se në ditë të rëndom tjetës vet? Padyshim se po. Apo padyshim se po. Për hatër së dite, para asaj që më ka ndodhur, fal të koft. Do mund edhe me gëzim ta bën. Ja shton dashur edhe gëzimin më tepër të gëzimit që ka ndodhur atë. Allah ta ka shembull më i lartë, mirë po Allahu më shumë ti gëzohet çdo ditëve. Nuk ka ditë që Allahu xhallahu ala është më i kënaqur për punë të robëve të tij se këtë ditë. Dhe nuk ka vepër që Allah i gëzohet më shumë se Taubës. Apo nuk ka vepër që i gëzohet më shumë se Taubës dhe nuk ka ditë që më shumë ti gëzohet punë mirë se këtë ditë. Bashkon mes të dy gëzimeve. Bashkon mes të dy kënaqësive në këtë ditë. Kur më të vërtet Allah është i kënaqur me atë çfarë rob bojnë në Arafat. Para mëna vëndruar në Arafat, Allah i thot me lajkeve, yubahi Allahu bihimul malaika, si kurse kanë hadith. Allah xhallahu ala krenohet me robët e vet për atë çka bojnë tokë para me lajkeve të tij. Nëse kur Allah ka me kriju njeriu, i ka thonë taj'alu fiha man yufsidu fiha, apo bën tokë dikush që bën fesad, dikush që der gjak, dikush që bën shkatrime. Dhe çdo vjet kur robët e Allahut rrinë në Arafat, apo po thuaj se Allah me lajkeve inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë di çka ju s'dini, që unë kum di që si kanë me dalë ata. Është ditë e madhe e gëzimit, ditë e falës së madhe. Andaj ta shfrytëzojmë këtë kënaqësi të Allahut, këtë gëzim të Allahut xhallahu ala, që në këtë gëzim të përfitojmë ta fikim hidhrimin e Allahut xhallahu ala që ka pasur si ta prek për shkak gjunave të caktuara që kemi bërë ata. Andaj pretojmë këtë tauba, këtë istighfar, në këtë ditë që Allahu xhallahu ala është i kënaqur dhe i gëzuar me këto ditë dhe me veprimet e robëve të tij që e bojnë në këto ditë. Andaj le të jetë një kthesë e madhe në jetën tonë. Dikush mund të thotë përmirësimi ka nevojë për më tepër. Tauba ka nevojë për më shumë. Wallahi, robët i duhet çast, apo sikur se kemi cek disa herë që të kalojnë nga një i mallkuar në një të shpërblyer të dashur. Dhe i duhet gjithashtu çast, i duhet që nga një rob i devotshëm të kalojnë të mallkuar. S'duhet shumë procedura. Andaj një pendim i sinqert, një shfrytëzim i duhur i këtyre ditëve, wallahi mundet lart tek Allahu xhallahu me ngrit. Mundet larg me të çu përpara në hapat e tu në rrugën e Allahut azza xal.